A mund na tregosh për informacionet, a mundet të kontaktosh me ndonjë familjar të viktimës? Atëherë, më mbrëma Afrodita për ty dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Ne aktualisht ndodhemi këtu në Rahovec, në qytetin e Rahovecit, ku jemi aktualisht në mahallën ku vetë se dyshohet që ka ndodhur ku viktima dyshohet se është mbytur ditë ishte prekur shumë ata. Ne tentuam të merrim informacione dhe na i treguan disa detaje, mirë po edhe ata nuk është se kanë shumë të kthjellët krejt këtë ngjarje, pasi sipas tyre viktima me bashkëshortin i cili dyshohet se ka kryer këtë vrasje, kanë pasur një marrëdhënie të mirë, nuk është se kanë qenë në dijeni si familjes që kanë pasur ndonjë keq kuptim ose diçka tjetër. Këtu ishin disa informacione që ata na treguan, ne patjetër që tentuam të merrnim edhe një informacion tjetër ku ka qarkulluar në media gjermane që flitet që për të dyshuarin që menjëherë pasi që ka kryer këtë akt ka telefonuar të djalin e tij duke i treguar se vetë se ja ka mbytur të ëmën, mirë po këta si familjar nuk është që janë dijeni ende për këtë detaj, mund të themi, pasi që nuk kam mundur të kenë ende një kontakt mirëfillt me fëmijët e viktimës. Nga familjarët morën vesh se njëri vëllai i viktimës i cili është vëllai i madh i kësaj familje është nisur gjatë ditës së sotme për në Gjermani për të shkuar atje dhe për të marrur më shumë detaje se krejt çka ka ndodhur me këtë rast dhe patjetër për të informuar më mirë si familje. Dy vëllezërit e tjerë të viktimës na mirëpritën disa minuta më herët brenda shtëpisë dhe ndajtën dhimbjet në tyre me neve duke na i treguar këto informacione që vetë se ne jemi duke ndarë në këto momente. Ata treguan se viktima i ka lënë pas tre fëmijë të cilët vetë se janë rritur dhe janë shkolluar në Gjermani, ku djemt të saj janë me punë zyrtare, pra janë policë në Gjermani dhe për këtë arsye këta si familjar ende nuk kanë mundur ta kenë një kontakt me një prej tyre, pra të marrin informacione nëse se krejt çfarë ka ndodhur me të motrën e tyre, pasi që fëmijët vetëse që janë në punë zyrtare atje siç janë procedurat në shtetin gjerman, fëmijëve pra djemve të viktimës janë marrur telefonat pra celularat derisa të kryen të gjitha procedurat e nevojshme të hetimit dhe të zbardhet krejt ky rast. Ne biseduam pra me dy vëllezërit e viktimës, ata treguan se nuk është se kanë qenë në dijeni se ka pasur ndonjë keq kuptim ose diçka tjetër mes viktimës dhe bashkëshortit i cili dyshohet se ka kryer këtë vrasje. Mirë po ata treguan se edhe një detaj tjetër se bashkëshorti disa muaj më parë ka pasur edhe një aksident i cili ka pasur disa probleme shëndetësore me dorën dhe patjetër në këto momente ku vetë se dhimbja është e madhe ata kishin hamendësime se krejt ky akt mund të kishte ndodhur pasi probleme shëndetësore të burrit, pasi që kishte pasur probleme me dorën dhe ndoshta edhe kjo i ka ndikuar edhe në gjendjen mentale. Pra zhvilluam një bisedë me dy vëllezërit e tij, këtu ishin disa informacione që ata ne treguan, gjithashtu treguan se dhe motra e tyre e cila tashmë është vetë se ndjerë ka qenë me punë shkolluar dhe me një fakultet të kryer, gjithashtu gjatë kohës kur ajo ka qëndruar këtu në Kosovë, ka punuar edhe një si profesoresh. Për këtë arsye ata ishin të bindur se nuk e di se çfarë kishte ndodhur krejt me këtë ngjarje, pasi që nuk kishin pasur informacione të më shumta për këtë ngjarje e cila i vetë se mund të themi se i kishte befasuar këta si familje. Gjithashtu ata treguan se para 3 jave viktima kishte qenë në Kosovë për të përgatitur për një aheng familjar vetë se që e kishin pasur dhe këta si familjar nuk kishin mundur të vrenin se ka mes një keq kuptim mes viktimës dhe të dorasit 54 vjeçari i cili dyshohet se ka kryer këtë vrasje. Pra njëri vëllai i madh i të ndjerës tashmë është nisur në Gjermani për të shkuar atje dhe për të munduar t'i marrë detajet dhe informacionet e duhura për krejt këtë ngjarje. Ne patjetër që kufoma e viktimës ende nuk kanë bërritur në Kosovë, pasi që dihet se si shkojnë procedurat për të sjellë një kufom nga Gjermania në Kosovë. Mirë po këta si familjar patjetër se janë të bindur se ky rast do të zbardhet në detajet më të mira që është e mundshme dhe patjetër të informohen
në se si ka ardhur krejt kjo vdekje e motrës së tyre. Gjithashtu, ata na referuan se ne si media kosovare patjetër që duke ditur se rasti ka ndodhur në Gjermani, te kemi kujdes për çdo raportim që ne bëjmë patjetër dhe ti referohemi gjithmonë mediave gjermane të cilat nxjerrin lajme për këtë ngjarje dhe mos të kemi ndonjë keqkuptim apo ndonjë lajm i cili mund të jetë edhe i pavërtet, pasi që gjendja e tyre emocionale tani në këto momente mund të themi se nuk është në gjendjen më të mirë. Pra, dy vëllezërit e tyre ne i pam, nuk ishin në një gjendje as të mirë, nëna e tyre ishte në një moshë të shtyr, pasi e pam që ditës së sotme ajo kishte reaguar dhe me një shkrim prekës për vajzën e saj, e cila vetë se tashmë e ka humbur, ndërsa ne nuk patëm mundësinë ta shihnim atë për shkak gjendjes së rënduar emocionale. Atëherë afërdita këto janë të gjitha informacionet që ne mund t'i mbledhnim për këtë rast kaq tragjik i cili ka ndodhur në Gjermani dhe patjetër që ne presim që ky rast të zbardhet dhe rastet e tilla të kemi sa më pak të ndodhura në Kosovë dhe me gratë shqiptare. Atëherë nëse nuk e diçka tjetër, po e kaloj linjën tek ty në studio. Anita, të falenderoj shumë për lidhjen direkte dhe detajet që na solle në lidhje me këtë rast të rënd i cili ka ndodhur në qytetin e Rahovecit. Faleminderit.